Psikologja tregon të vërtetën e madhe se çfarë ka ndodhur me Iglin pas rikthimit, çfarë ka arritur të zbulojë ajo nga veprimet e saj. Psikologja e njohur Bona Miklei ishte i ftuar së fundmi në një emision për të komentuar rikthimin e Iglit Takos në Big Brother VIP Albania 4 dhe ndikimin emocional të kësaj eksperience si dhe sjelljen e ndryshuar të saj. Duke folur për marrëdhënie toksike, theksoi se toksiciteti shpesh kthehet në një varësi të pashëndetshme, nga e cila njerëzit e kanë vështirë të largohen, teksta u shpreh, nuk heqin dorë sepse kanë frikë të mbeten vetëm dhe u japin vetes një shpresë të kohët. Lidhur me situatën e Iglit, psikologja vuri në dukje se një shërim i vërtet nga një marrëdhënie e tillë kërkon kohë dhe punë të vazhdueshme me veten. Nuk mund të shërohesh për 10 ditë. Igli është një vajzë e fortë, por duhet të vazhdojë të kërkojë ndihmë dhe të kuptojë vlerën e saj. U shpreh ajo sugjeroi që Igli të qëndrojë larg situatave që e lëndojnë e të mos lejojë të tjerët të ndikojnë te ndjenjat e saj. Igli duhet të evitonte gjestin, gjuma e trupit të saj tregon shumë, syti ka me lot dhe ajo flet për gjendjen e saj emocionale, përfundoi ajo, teksa foli edhe për toksicitetin e saj. Toksiciteti është varësi, në marrëdhënie toksike është një varësi shumë e pashëndetshme, shumë dëmtuese. Një person i tillë duhet të kuptojë rëndësinë e asaj që po kalon. Njerëzit e quajnë normale, nuk heqin dorë nga marrëdhënie toksike, sepse kanë ndjesinë e frikës së humbjes, kanë frikë të rrinë vetëm, të japin vetes shpresë të kohët. Igli duhet ta evitonte gjestin. Unë Iglit do t'i thoja që është vajzë shumë e fortë, ka bërë shumë punë me veten. Do i thoja të vazhdoj të kërkoj ndihmë për të shëruar, për të pasur një konsultë të gjatë me psikologët, të kuptoj se sa e çmuar është, të mos lejoj të tjerët të kontrollojnë ndjenjat e saj. Ajo është e vërtet, gjua e saj e trupit tregon shumë, syti ka me lot, tha psikologja. Ajo e mbylli duke thënë se gjendja e saj mund të përkeqësohet në ditën e vijim, pasi gjithmonë pas rikthimit nga një situatë e qetë siç ka qenë në praninë e familjarëve dhe në ambient të jashtëm, duket në rregull, por me kalimin e kohës ajo do të përkeqësohet sërish, u shpreh psikologja, duke bërë thirrje familjarëve që ta nxjerrin jashtë.